Ditën e Kurban Bayramit, Rasulullah alayhi salam nuk ka hangër derisa është fal Bayrami, e jon kthy, e kanë therr kurbanin, e ka hangër prej kurbanit. Kjo është tradita e Rasulit alayhi salam. Kujdes, nuk thuhet që kjo është agjerim, nuk është mirë me thamë kjo. Kjo është veç tradit mos me hangër, për shkak se njeti i agjerimit nuk ban me kanë ditën e Bayramit. Ditën e Bayramit është haram me agjeru. Agjerohet një ditë para Kurban Bayramit, ditë e Arafatit gjithmonë, është mirë, është hajër, ama ditën e Bayramit jo me agjeru. Mirë po, veç nuk ka hangër Rasulullah a.s. derisa është kthy dhe ka hangër prej kurbanit. Kjo është në qoftë se është e mundshme. Mirë po, në qoftë se dikush ka nevojë, për shkak të ilaçe, për shkak shnetës, për shkak vallahu alem punës, atëre lejohet me hangër, nuk është diçka që nuk ban me hangër, kurse se e lutem Allahun azza xal me na lesuan. Për fond, kjo rregull vlen veç për Kurban Bayramin. Për ndryshe të Fitr Bayramit, të Bayrami pas Ramadan, është mirë me hangër hurme ose diçka para se me dalë me fal Bayramin, e këtu e ka hangër Rasulullah alayhis salam tek.